Siguracioni i automjetit i vlefshëm në rast të aksidenti do të përcaktohet në bazë të riskut dhe historikut të dëmeve që një shofer ka shkaktuar. Kompanitë kanë nisur të testojnë këtë lloj sistemi, i cili parashikohet të hyrë në fuqi në fund të këtij viti. Aktualisht jemi në fazën kur po grumbullohet informacioni për çdo makinë nga të gjitha institucionet. Sistemi do të kategorizojë kategorinë e mjetit motorik, moshën e përdoruesit mjetit motorik, vitet e patentës, pra se sa eksperiencë ka një drejtues mjeti motorik gjatë kohës, numrin e aksidenteve që ky përdorues ka shkaktuar, të dëmeve që ka shkaktuar, numrin e shkeljeve rrugore apo të kodit rrugor që ky drejtues ka kryer, pra sistemi i pikëzimit që mendohet të aplikohet shpejt dhe mbi bazën e kësaj do të përcaktohet primi i sigurimit. Aplikimi i këtij sistemi, i cili bazohet në risk, është një detyrim që Autoriteti Konkurrencës i vuri kompanive të sigurimeve, duke patur parasysh faktin se ky treg ka shfaqur në mënyrë të vazhdueshme anomali, përfaqësues të autoritetit thanë se stabilizimi i tij nuk mund të kryej më me masa ndëshkuese. Ne kërkojmë që të shohim brenda 90 ditëve në mënyrë të përshkallëzuar përpjekjet për të vendosur në funksion këtë sistem, pra për të filluar funksionimi real i këtij sistemi. Dhe është pikërisht kjo ajo e cila do të gjenerojë diferencimin, individualitetin në përcaktimin e çmimit fundor. Një instrument tjetër cilin ne kemi rekomanduar është që pagimi i dëmit të realizohet nga firma e cila sigurohet, pra e cila siguron klientin e vet. Aplikimi i këtij sistemi do të thotë se tarifa për siguracionin e një automjeti nuk do të jetë më unike për të gjitha makinat, por ajo do të variojë, mund të jetë më e ulët ose më e lartë nga çmimi aktual.